Si rrallë herë erdhi në kuvendin e Kosovës. Të parën e shtetit Vjosa Osmani aty e solli mbajtja e seancës solemne në 28 vjetorin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Para fillimit të seancës, një pjesë e madhe e përfaqësuesve të partive politike erdhën për ta përshëndetur. Por ai që nuk ja zgjati dorën presidentes Vjosa Osmani ishte kryeministri Albin Kurti. Ndërsa kanë mbetur pak orë derisa të mësohet një epilog për të parin e shtetit, përpjekjet për një zgjidhje po vazhdojnë. Kështu të paktën deklaroi kryeministri Albin Kurti orët e para të mëngjesit. Ani pse u pyet për kandidaturën e presidentes Osmani, kreu i ekzekutivit zgjodhi heqjen. Pas dite do të vazhdojmë përpjekjet që ta zgjedhim presidentin, urojmë, besojmë, shpresojmë edhe në një kandidaturë të dytë në mënyrë që ta përmbushim kërkesën kushtetuese për gojë. Deri tani Glauko Njufca është i vetmi kandidati i propozuar me nënshkrime të 30 deputatëve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe të grupit multietnik. Por Konjufca nuk ka një kundërkandidat. Kryediplomati deklaroi se rivalin e do nga partitë opozitare. Partitë politike, PDK-ja dhe LDK-ja ma mërmenja që du të përcaktohen nëse nuk e votojnë Glauko Njufcën, kënd do ta votonin. Për besë nëse e propozojnë nda jame, nështë edhe unë e votoj. A tjetërin në vend të meje. Po kërkush nuk po propozon. As PDK-ja, as LDK-ja. Jam shumë kureshtar me ditë kush është taj që ata do ta votonin nëse nuk jam unë. Një ditë më parë nga Vetëvendosja thanë se i kanë ofruar nënshkrimet e deputetëve edhe Osmanit për të plotësuar kushtin për të hyrë në garë edhe për një mandat, por që sipas tyre ajo e ka refuzuar. Një gjë të tillë e mohuan nga stafi i presidentes, të cilat edhe shprehan gatishmërinë të i dërgojnë në kuvend amendamentet kushtetuese për zgjedhje të presidentit nga populli.